unë, me që kemi një letër të shkrume, me qëllime dhe kërkesa konkrete, nuk po du me folë çka kanë mendu. Unë veç po du me lexu çka po shkruajnë. Hajt. Se menoj që... Ama te e keni mirë të lexuar dhe interesant. Jo, që? Po i thot, Albin Kurti, po i thot Lumer Abdigjikut, jo më interesuar dhe kam vullnet, mu taku me ty edhe me bo koalicion. Që të ma letrën, ta verifikoj e të i tonë që ashtu. Se të i lezu në letër tjetër. Mos pelizën letrën Lumire, që e ka këthy Albin? Paragrafi 2, po, vazhdo, po, lutëm. Okej. Po. Paragrafin e 2, jam interesuar dhe i vullnetshëm për marrëveshje politike me LDK-n. Jo. Paragrafi 2. Po. Mirë. Po. Okej. Kështu që po besoj për mos me na ndërprej shumë. Po. I saktë do të jem gjithë se pikë i kom. Haj. Po thot që me LDK-n ka ndallime, po janë politike, jo tjera. Okej? Po thot që një koalicioni për bashkëtosh për nevojat të qytetarit. Po i thot Lumer Abdigjiku që unë me ty në qeveri s'kom pas probleme, apo? Po thot i shko mas miri mu taku, po i thot politikani pjekur, edhe po i thot na bashk për ardhmërinë e shtetit dhe për parimin shoqëror. Apo i thot që shto? U kry? Lutem të gjam. Pra, kjo është një letër Albin Kurtit i cili flet me admirim për LDK-n edhe specifikisht për Lumer Abdigjikun. Atë kujtohet normal, kur Albin Kurti u ankajke dhe thajke, unë s'poj me shku në misione, se po mi qesin aty, do vetë që këmë thonë ma herë, diçka e po mi nxerrin për i kontekstit. Rikthimi i llafeve të Albin Kurtit nga e kalumja nuk është asë njëherë me dëshmu që shka rajt, po është me dëshmu që çka ka thot aktualisht është vish një qëtër rren, dhe potencialiteti që në të ardhmen me folë krejt ndryshe është shumë i madhë se ka ndodhë edhe në të kalumen. Tash, Albin Kurti, që shedim na, pa dalë fushat zgjedhore edhe pa të thonë këta jonë ka hargjojnë pare pa fundsisht, edhe jënë pare të qëtër kuj, edhe jënë të shitun të oligarkët. A pa thonë që shto? Po. Okej. Kjo vetë vendosja, kritikën kryesore për LDK-n e ka pas që i ka ble biznesi edhe këta thjesht janë do kukulla të cilët i navigon parja e dytë e biznesit. Tasht Albin Kurti dhëtë me nga tregu. Cili biznismen që ndron prapa Albin Kurtit, që o ka i thot me këta që unë e veç i kontrolloj, hajde bënë ti me ta. A që shtu anë ka? Votu si vetë vendosjes, që me zel, ka dalë nga ka tregu neve, që shmas si besoni Lumer Abdigjiku se thjeshtën lafet biznesmena më gojën e ti. Fushatën e ka multimilionshe. Prej oligarkëve, që ja dojnë të keqen Kosovën, që e me Serbin. Qka ndodhi tash? Qa ka me bo që a qytetari shkret që o dalë në kafen e mahallës, e ka hargju frym të imbrojt pozicionet e Albin Kurtit, veçanërisht ka shi LDK-s, se këta LDK-n e kanë sulmu mas shumëti, sepse elektoratin menojnë që e kanë ma të përbashkët. Një, e dyta, shiko 10-15 dit, krejt vetë vendosja, e ka akuzu LDK-n që ka ble vota. A ka akuzu ajo? A je ka i thu tash, ti që ke ble vota, dhe që kontrollosh pe biznesmenave, hajde me mu, se unë vish një dalëm e kom e ty, politik. Tash, ja del thuna neve, edhe unë jam i blem pe biznesit, edhe unë kom ble vota, për që ta këtu zdallojmë, po vish politikisht, ja del, e thuj, kom rajt. Kom rajt. Edhe kërkoj folje qytetarit, thuj, unë vla bëj gjithë shka për pushtet, kur më konvenon, raj, ofendoj. Plus tjetra, këta mërë kam pa dit Lumer Abdigjikun, Faton Peci ka pa që pa di, ka pa thoni kom faktet me dëshmi, që ka ndosh me shti njerëz me dëshmu rajshëm. A, që shtu a nuk ka?
Po, vetëm Peci nuk e përfaqëson vetëvendosin. Jo, marr ministri Albin Kurti, nuk ka dalë Ministër. Albin Kurti me thonë ki gabim zotëri se na kem dallime veç politike me ta. Ajo është i ndershëm. Mu kam interesën. Qaj biznesmeni që vetëvendosja thaj ke e kontrollon LDK. Ku taku Albin Kurti me të që u mur vesh? Se ky me biznesmen do shmë marrë vesh për LDK. Apo? E dyta. Ajo kujtohet ku thej ka Albin Kurti, këta ju vynë him pushtet gjithë qysh. Se i kanë hargju parët e biznesmena që ja u kanë premtu pushtetin masnej për me vjedh. Ka dojnë Albin Kurti me realizu interesat e biznesmena që qëndrojnë pas LDK-s? Apo jo? Mu që to më interesojnë. Unë me nej që dhe votusit të vetë vendosit që to interesojnë.